Përshëndetje miq të respektuar. Sonte këto do të flas për një ngjarje, për një temë të cilën e gjithë bota e ka prit me padorim të ndodh, e ka prit me katër sy, sepse është ngjarje që e dhez një shkëndi, e përhap një shpresë të mundshme për ndaljen e luftës në Ukrainë. Fjala është për telefonatën e djeshme që u zhvillua midis Putin dhe Donald Trump. Dy momente janë kryesore që të përmeni që në fillim, në lidhje me këtë telefonat. E para është telefonata është bërë në kushte të jashtëzakonshme, në kushte absurde, të papara deri më tani, prej pas rënjes së Bashkimit Sovjetik. Dhe e dyta që do ta prekun në fillim këto është përmbajtja e bisedës që është zhvilluar aty, megjithëse mbram analist kryesor të botës, teksa flisnin dhe shkruanin për këtë bisedë, shumë pak kanë ofruar informacione dhe analiza, pak dihet në lidhje me atë çfarë është folë, e që në ditët në vijim natyrisht se do të dalin në shesh. Mbase jemi mësuar edhe nga Donald Trump që ti qetë në opinion edhe ato biseda që i bën mënyrën ma sekrete me lider të ndryshëm të botës. Pika e parë, pra, biseda është zhvilluar në kushte shumë të çuditshme, të papara. Gjithmonë, se herë që Putin ka telefonuar ndonjë lider, apo i kanë telefonuar ati, biseda është zhvilluar nga Kremlini, për kësaj radhe kjo nuk ka ndodhur. Biseda telefonike mes tyre dyve është zhvilluar, Putini e ka bën nga Sochi, edhe atë nga një ndërtesë e një shkolle fillore atje. Megjithëse sikur Donald Trump edhe Putini ka do që shkojnë, ja u bajnë ato dy çantat kryesore me vete. Në njërin janë butonet e armëve bërthamore, qelsat e armëve bërthamore, ndërsa në çantën tjetër është telefoni i ruajtur në mënyrë të skajshme nga përgjime. Dhe pikërisht për shkak të frikës nga përgjimi, Putini detyrohet ta lëshoj Kremlinin, të shkon në Sochi, të vendoset në çështë të Sochit dikon në një ndërtesë të një shkolle fillore ku nuk mund të mendoj dikush se nga aty po flet telefoni i Putinit. Aq shumë Rusia është duke u përcjellur nga satelitet e vendeve perëndimore. Pika e dytë, pra, që dua ta përmendi këto është përmbajtja. Përsa është thanë e shkru në këto 5-16 orët pas asaj bisede, mësohet se biseda është zhvilluar në një atmosferë miqësore midis këtyre dy super liderëve të botës, që po dojnë me nda botën sipas interesave të tyre, e çka jetë diçka edhe për Kinën dhe Turqinë më pastaj. Atmosferë miqësore, po, ka dakordanca në disa pika kryesore. Putini më shumë se njëherë i shpreh gatishmërinë Trumpit për një paqe të mundshme, të përhershme në Ukrainë. Megjithatë, kjo paqe e përhershme nuk është e pranueshme as për Ukrainën, tani për tani, e aq më pak për Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian, deri në këto momente kur po flas, e deri para 2-3 dite së bashku me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po kërkojnë që të ndërpritet lufta për një afat vetëm një muaj njëherë, me mundësi të vazhdimit të ndërprerjes së luftës, e më pastaj nëse shihen kushtet e nevojshme që marrëveshja të shkruhet e përhershme. Andaj, Putini po thet, ja marrëveshje të përhershme me i dhënë fund të gjitha kësaj që ka është bërë deri më tani, ja nuk ka ndërprerje të luftës. Mirë po,
Mirë po, vetvetio shtrohet pyetja. Ky kusht i Putinit, çfarë do të sjellë masanej? Një, a do të pranon Ukraina, Zelenski, ndonjë marrëveshje ku shkruhet aty se tokat e pushtuara deri më tani nga Rusia do t'i takojnë Rusisë. Nëse po, pyetja e dytë, përse të jetë zhvilluar kjo luftë në të cilën kanë rënë më shumë se 2 milion ushtar, ekonomia e Ukrainës është bërë rrafsh me tokë, me triliona dollar, jo miliarda, qindra miliarda, me triliona dollar humbje materiale, shkatërrim total i bujqësisë, humbje e minierave, aq më tepër që Ukraina ka nënshkruar marrëveshje me Donald Trump se do t'ja lë në dispozicion minierat e mineraleve të ralla një vlerë 500 miliard dollar. Pra, 500 miliard dollar Ukraina do t'ja paguaj Amerikës së Donald Trump për atë që e ka pranuar më parë nga Amerika e Joe Biden. Dhe ajo të futet në një luftë të cilën e ka mbështet edhe SBA-ja, por e ka mbështet edhe vendet perëndimore. Andaj, Evropa në përgjithësi është jo ndoshta për vazhdimin e luftës, por është kundër ndërprerjes së një lufte në të cilën Putini del fitimtar. Sille ka ta sjellsh zi për Zelenskin, zi për Ukrainën, zi dhe tragjedi për popullin e Ukrainës. Në fakt, lufta e Ukrainës me Rusin është ditë se është luftë e humbur që në ditët e para janë pa ka po shkon mohabeti, është pa se Joe Biden nuk e ka pas synimin që ta shpëtoj Ukrainën, por që Ukraina të përdoret si një mjet presioni mbi Rusin, që të shtrihet NATO deri në kufit e Rusis, gjë të cilën Rusia e konsideron si një vijë të kuqe dhe nuk e lejon. Mbase, nëse i shikojmë tani, e ne do ta përmendim këto takimin e Stambollit, se për ta kuptuar bisedën e sotshme, ende pa fol cili do analist i njohur i botës, unë gjatë trajtimit të takimit të Stambollit mund të nxjerrë nga meta rreshtat atë që do të ndodhë në të ardhmen e afërt në Ukrainë dhe në rajonin e detit të Zi. Edhe njëherë çështjen e Evropës. Evropa dëshiron të shkoj më tutje lufta, që të dobësohet Rusia, NATO si NATO, të shtri kufit e saj deri në kufit e Rusisë, gjë të cilën Rusia që në gjendje që ta nis këtë luftë vetëm që SBA-ja, Bideni, Evropa perëndimin e përgjithësi mos të vinë në komshillok. Jo, Putini po thotë unë jam i zoti i këtij regioni. E kam fuqinë e mjaftueshme, e kam pozicionin e duhur nga ku unë mund ta komandoj rajonin dhe e dua copën time të pogaçës e cila po ndahet në politikat ndërkombëtare. Pra, çka nëse Ukraina se pranon marrëveshjen me kushte të Rusisë, nëse pranohet, çfarë do të bëhet me harxhimet e Evropës që i ka dhënë në Ukrainë? Çfarë do të bëhet me humbjet e Gjermanisë, të vendeve skandinave, të ndryshimit të raporteve tregtare për gazin, për naftën? Evropa në përgjithësi e ka humbur Ukrainën, sepse një territor i madh i saj tani më është pjesë e Rusisë, ndërsa ajo pjesa që po mbetet është shkatruar, mos të them tërësisht, por është shkatruar shumë
Kove të fundit po shihet se edhe opcioni evropian, ai propozimi i Francës, edhe i Britanisë mbase, deri diko edhe i Gjermanisë ndërmjet Francës dhe Britanisë, që të mbahet e blokuar Rusia, që do të thotë të vazhdohet lufta, ka filluar të zbehet. Rusia, Putini, e thot edhe haptas në një nga deklaratat e tij se po, Rusia nuk është kundër antarësimit të Ukrainës në Bashkimin Evropian, por asesi në NATO. Megjithatë, antarësimi i mundshëm i Ukrainës në Bashkimin Evropian do të kaloj në për disa periudha, do të i kaloj disa pengesa. Pengesa kryesore është Polonia dhe e dyta është Hungaria. Hungaria politikisht, për shkak se është partner i dëgjueshëm i Kremlinit, Orbani është mik i Putinit, po aq sa është edhe i Trumpit, po aq sa Trump është në raport me Putinin dhe anasjelltas. Pse thash Polonia? Sepse Polonia e sheh Ukrainën si konkurrentin kryesor në produktet bujqësore. Nëse eventualisht Ukraina pranohet në Bashkimin Evropian, ajo që më së shumti do të humbë është pikërisht Polonia. Pra Polonia do të jetë një pengesë e madhe për tejkalimin e situatës. Dhe e shihni, Putini po thot le të pranohet Ukraina në Bashkimin Evropian, por jo në NATO, duke e ditur se Ukraina do ta ketë shumë vështirë të pranohet aty, pra atë formulën të cilën e përmenda në një video, se diplomacia e përdor këtë luftën si mjet presioni në palët ndërbiseduese. Siç e përdor edhe lufta diplomacin si mjet për dhenjen e hapësirës që të zgjatet lufta së më shumë. Thjesht Putini është duke luajtur shah, mos them duke bo hajgare me Evropën, por është duke luajtur shah me Bashkimin Evropian dhe me bllokun perëndimor. Pejt e situatës atje janë në duart e Rusisë. Nëjse, thash për me kuptue përmbajtjen e bisedës, se çfarë është zhvillue, dohet me alshu në sy takimit të Stambollit të ditës së premte, do me thonë të 17 majit 2025. Çfarë është zhvillua aty? Putini e dërgon një delegacion me në rafshin kështu diplomatik shumë më të ullët se sa shkon Zelenski aty. Njëherë Putini deklaron se do të marrë pjesë, pastaj Donald Trump, nëse vje Putini do të shkoj edhe une, pastaj paraqet kërkesën edhe Macron, cilin kush nuk është të e bo më malë në politika ndërkombëtare. Një Francë e këtil, një president i një Francë të këtil, do me thënë, sikur ai nxënësi që kalon me dysh, në i herë e qënë gishtin, por së herë e qënë gishtin nuk mirët për serios dhe nuk e merë ma shumë se tresh. Pastaj edhe presidenti i Brazilit, i Malezis, por që dështojnë të gjitha për shkak të refuzimit të Rusis, të Putinit të shkoj në takim. Përse? Rusia, Putini vlla, po thëtë dy kushte janë. Nëse doni me ndal luftën dhe me vazhdue jetën normale. Një, që marrëveshja të shkruhet e përhershme dhe gjithëpërfshirëse, jo vetëm konflikti aty, do të thonë, po ndajmë hesapin në botë, edhe e dyta po thëtë se forcat armatosura të mijat që i kam në ato 4 zonat që i ka pushtue në Ukrainë, aty
nuk do të lëvizin prej aty. Thjesht aneksim, pushtim, bashkangjitje e Rusijës ndeshje me ndalë luftën. Prandaj, kjo Zaharova, para disa dite, si tu bo hajgare me Zelenskin, po thët se her që Zelenski ka refuzue mundësin e ndërprerjes së luftës, ka humbur ma shumë toka. Në fakt, pyetja e radhës që do të duhej të shtrohej, nëse Ukraina e pranon këtë armë pushim, këtë ndërprerje të luftës edhe këtë marrëveshje për të cilën po insiston Donald Trump, atëherë pse Zelenski të mos e ketë pranuar edhe marrëveshjen e pranverës së vitit 2022 në Stamboll. Masi nënshkruhet marrëveshja, Boris Johnsoni i Britanisë, zotnia prej Londrës, telefon prishe, shko që atë letër. Në anën tjetër, me njëherë Bideni e ki bacin mbrapa. Ne i qëndrojmë Ukrajinës mbrapa. Kuntash. Nëse po e ndërprej qëtë luft, po e pranon qëtë marrëveshje me kushte të reja shumë më të rënda, pse nuk e pranove marrëveshjen më të lehtë të pranverës së vitit 2022. Për te i kësaj, është edhe ma keq. Nëse po e pranon këtë marrëveshje, pse se pranove marrëveshjen e Minskit të vitit 2015, që ka qenë shumë e favorshme për Ukrajinën, krahasuar me gjendjen e tanishme. Thjesht, vërtet një qorsokak, prandaj thash që në fjalit e para se ngjarjen të cilën do ta shpjegoj këtu, e ka prit bota me katërsy. E ka prit bota me padorim, se a thua mos vallë ka lind shpresa për një mundësi reale të ndërprerjes së luftës. Ajo që e bën edhe më të trubullt, përveç takimit të cilën e bën aty në Stamboll, ku Putini e kishte dërguar një delegacion shkado, Zelenski aty, i bojnë presion delegacionit të Ukrajinës, pse nuk pa të qare tash me unsh për në tavolin, pse e prishe e shkoqe letrën e marrëveshjes së vitit 2022, Zelenski ngritet nga tavolina, Hakan Fidani ndërhyn, e kthen aty, nejse vazhdon, por gjithnjë me kushte të Putinit. Putini shihet, është i lazdruar të quaj kushtimisht edhe nga qëndrimi i Donald Trump, sepse Donald Trump nuk po do luft, Donald Trump po do vlla me fitu pare pa luft, ashtu kështu. Shqoni këtë qashtjen e gjirit persik. Shkoj 3.2 trilion dolar, ishtinin në qantë, i mor investime që do t'i bojnë vendet arabe në Amerikë. 3.2 trilion. A dini 3.2 trilion me valuta, që më thëmë paret letrës, $100 që sabon. Një analist i Hollandës po thët 3.2 trilion dënë të thët 227 aeroplana të atil që Katari jadhuron, që atë 400 milion qenë. 227 aeroplana të atil që jadhuron Katari me umushme $100. Që ka që pare ka fitue Donald Trump atje. Pse mos me ndalë luftën? Po do, edhe në Ukrajinë, 500 miliardi ka shtijen gjatë, edhe një ku me ditë sa i fiton nga shitja atyre, nga blokada që do t'ja bën Kines, sepse marrja në dorë të atyre minierave do të thotë goditja më e madhe që mund t'i bëhet Kines nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përse? Sepse ato xehet ralla bazuar në tregtin që e ka bo me Ukrajinën, duke i blerë që ato mineralet e ralla, e ka zhvilluar
industrinë e qipave, industrinë e telefonave celular, industritë e rënda, supersonike të rënda. Mungesa e qatyre do të detyron Kinën të gjejë tregje të reja me çmime shumë më të larta apo ti ndërpret prodhimet e atyre gjërave. Pra, goditje nga të gjitha anët, pazarllaqe nga të gjitha anët që është duke i bërë Donald Trump. Në fakt, Zelenski, duke e zhagit luftën, së bashku me Bashkimin Evropian, së bashku janë duke vepruar, po dëshirojnë që Putinin të qesin në një pozit të atil që ai të kuptohet se ai është shkaktari që nuk po ndalet lufta në mënyrë që Donald Trump t'i bëj presion atina. Pra, t'i shtin luft, po dojnë me shtije Trumpin në luft. E njëjta politik e Zelenskit këtu është sikurse e Netanyahut. E njëjta kopje, e njëjta shkollë. Netanyahu në ndërshe që ta Shtetet e Bashkuara të Amerikës në luftë me Iranin dhe në Iran të goditet edhe Kina. Por synim e ka Iranin, shembjen e regjimit të Iranit, shkatërimin e centraleve bërthamore, shkatërimin e burimeve të naftës që ta sjell Iranin deri në atë gjendje sa ai ti çon durt përpjet duke u dorëzuar. Por jo me shkatërru tërësisht, sepse Netanyahu e di se shkatërimi total i Iranit arabët i qetëson. Nëse qetësohen arabët e pasur me naftë, ata ma nuk blejnë armë, e dëmton ekonominë e Amerikës, por të dëmton deri aty sa Irani më pastaj të detyrohet të jep naftë fal gati me çmime shumë të ulta për rimëkëmbjen e ekonomisë dhe për rindërtimin e vendit njëjtë sikur Rusia, sikur Siria. Në takimin që e bëni Ahmadinejad me Donald Trump, i tha zotni Trump, krejt burimet e naftës që janë në Siri, në atë pjesën verilindore të Siris, janë tuat. Akcesi Amerikan aty le të jetë 100%. Mjafton që ti muhe po mi hek sankcionet. Dhe si til, me këto premtime, kur u kthye Ahmadinejad në Damask, nga Gjidde dhe Riyadi, ku janë takue me Donald Trump, u kthye dhe u prit si një hero i gjallë, si një legjend u prit. Rrugët e Damaskit kanë qenë të mbyllura nga njerëzit të cilët me telefon e fotografonin me celular makinën e tij të blinduar, pra fitore e Siris e Ahmadinejad, edhe pse pranon që burimet e naftës ti kalojnë në dorë Donald Trumpit, Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Këto është e dashur Amerika. Politika e Donald Trumpit është kjo. Jo me u dobësue ekonomia amerikane nga ndalimi i prodhimit të armëve. Jo, në armë këta me shit, por pasurimi, marja, mos thëmë mjelja, vjelja ma bot të thëmë, e bereqeteve të botës pa luft. Pra një ndikim Amerikan në bot, njëjtë si që ka qenë për para, por me mënyra të tjera. Diçka që e bën të frikshme situatën aty është edhe fjala e paradodishme e sekretarit të shtetit të SBA, Marco Rubio, Titan, jo paradodishme, por Titan, kur thëtë se administrata e Trump është e hapur për çdo mekanizëm që mund të jap luftës, konfliktit fond atje. Një goditje edhe për politikat e jashtme të Bashkimit Evropian. Shikuar nga brenda edhe njëherë, duhet të them se strategjia të cilën e ka përdor Ukraina deri më tani, u pa rezultate edhe në takimin e fundit të Stambollit, po shihet në teren, është një strategji e gabuar që po i kushton shumë shtrejt Ukrajines.
Dhe ajo që e ka bë Ukrainën të vazhdoj luftën është edhe një segment që ndoshta juve do t'ju vje i pabesueshëm. Zelenski e ka hangër tungj duke u krekosur nga fjalit trimëruse që i lexonte nëpër rrjetet sociale dhe nëpër telefonata me lider të botës se ne do ta fitojmë luftën dhe se Rusia do të dobësohet, do të dorëzohet së shpejti. Dhe si fund, Rusia në mënyrë të qartë po thot: unë në asnjë mënyrë nuk do të largohem nga Donetski, nga Luhanski, nga Khersoni dhe nga Zaporizhia. Këto republika ma janë të mijat. Nëse doni me u ullë, me bisedu për ndonjë paqë, bojrën. Nëse jo, unë e vazhdoj luftën. Dhe për fund, lufta në Ukrainë, përsa unë kam mund me e kuptue, inshallah nuk është kështu. Ka njere nuk më pëlqen as ajo që e thëmë dhe mendoj se po ja qiloj në kuptim, jo konspiracionist qysh 2 vjetë të fundit, qysh i mashtronin shqiptarët, lloj konspiracionisti, jo po fillon lufta e 3 botnore, jo e 4, jo knej, jo me shkop, jo pa shkop, jo nën tokë, jo mbi tokë, jo fjalë hajgare dhe gjendje për të bë të ndjehe shumë keq kur ishe qytetarët, kur ishe shqiptarët, kur ishe njerëzit e to, këti populli, duke i besuar atyre mashtrimeve të qëllimshme që ju bëheshin shqiptarët nëpërmes nga studiot e ndryshme për përfitimet të tyre personale, në vjusa, në çka do tjetër, dhe shqiptarët pastaj po fillon lufta sot, lufta e 3 botnore, ani më kur më shkruanin mua në privat se a është e vërtet që po fillon a do të fillon ajo. Kur? A është me men Rusia, a është me men Amerika me e shkatërrue tazami gjirin persik, vendet Arabe Saudien, me e kallën, ku mi marrë tani 3.2 trilion dollar. Nëse i kallë burimet e naftës qysh, nuk nejse. Unë them, inshallah nuk ja qëlloj. Lufta në Ukrainë mund të përfundoj vetëm e vetëm me kushtet të cilat i vendos Rusia. Pa u pyetur as Bashkimi Evropian, pa u pyetur as Ukraina, për aq sa jem pyetur popujt e vendeve arabe super të pasura me naftë, se a bën me ja dhanë Trumpit 3.2 trilion dollar, a bën me ja dhanë Trumpit një dhurat 400 milion dollar një aeroplan. A i sheiku i Katarës a pej gjepit i ka dhana pej kacës shtetit, pej djersës popullit. Po, kanë pare, natyrisht. Por edhe nëse i ka dhanë prej gjepit, ka himor ato 400 milion vetëm për një dhurat. Pra, lufta në Ukrainë mund të ndalet vetëm me kushtet e Rusisë. Inshallah nuk ja qëlloj kësaj radhe. Deri në videon e radhës, natën e mirë.